Po, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini, po paraqitemi këtu nga shtëpia ku ka ndodhur masakra në Poklek të vjetër të komunës së Drenasit me 17 prill të vitit 1999, ku rreth orës 16 sipas atyre që mbijetuan, forcat serbe kanë hyrë brenda kësaj shtëpie ku ishin të strehuar rreth 3 familje, pra kanë vrarë 53 civil shqiptar, fillimisht i kanë vrarë, më pas i kanë ndjekur trupat e tyre, nga këta 24 kanë qenë fëmijë në moshën 18 vjeçare, sot është përkujtuar ky për vjetorin 27, ku në mëngjes ushtrues detyrja e presidentes së Kosovës ka bërë homazhe tek lapidari ku janë të varrosur të gjithë të rënët në këtë masakër. Përveç në Poklek, forcat serbe ditë kanë kryer masakrën edhe në fshatin Çikatov të vjetër të komunës së Drenasit, edhe atje kanë vrarë 24 civil shqiptar duke i masakruar e më pas duke i hedhur trupat e tyre, që sipas dëshmitarëve që kemi biseduar me ta, ka pasur raste që trupat e të ndjerëve i kanë gjetur pas një muaji nga kjo datë. Kemi parë që ka vizitor tek shtëpia që tashmë është muzej dhe ku ka ndodhur ky krim, po ka vizitor në këtë ditë nga anë të ndryshme të vendit, të cilët po shohin nga afër atë që forcat serbe kanë kryer mbi popullatën civile shqiptare në vitin 1999, pikërisht në 17 prill në fshatin Poklek të komunës së Drenasit e në Çikatov të kësaj komune. Këto janë të gjitha informacionet që kemi nga qëndrimi jonë këtu, po e kaloj linjën tek ju në studio.